rikthyer në orën e dytë të programit Këshillat e Oltit. Pikërisht me këtë do ta nisim sigurisht me një material shumë të këndshëm që Olti tregon gjithmonë anën e tij, edhe mendoj ai debati në thonjza që bëhet edhe me personazhet e ndryshme tregon edhe atë realitetin në të cilin je në përditshmërinë tënde. Mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Kënaqësi shumë. Të prezantoj pak edhe Griseldën. Griselda Vrenozi është artizane, do ta përkufizojmë ne së bashku. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Shenja e binjakëve. Po. Kështu që kur t'jemi me horoskopin do flasim pak për binjakët së bashku. Pas pak. Ermelinda, mirëmëngjes. Mëngjes, Katerina. Si ka shkuar inserti? Juve i dini mirë pra pas kenat e gjës. Një material shumë i burr, Katerina. Zonja Vera nuk bëri një transformim siç jemi mësuar të shohim zonjat her pas here, por bëri një prerje, bëri një lyrje flokëve, dha një tjetër pamje, një tjetër ndriçim, siç vetëm Olti mund ta bëjë dhe mund ta realizojë. E drejt ka një dorë aty që magjike po themi që e bën atë ndryshimin. Zonja Vera në fakt ishte pak fanatike asaj gjës së vet dhe i qëndronte asaj pamjes së saj, nuk është se donte shumë që të dilte nga imazhi, nga korniza e vet. Dhe ne u munduam që ta linim aty ku ajo dëshironte dhe ajo donte. Në fakt unë i dash disa mendime, më pëlqente edhe një ngjyrë bjonde më e hapur, ndoshta me rrënjët pak të errta, sepse nuk i shkonte, mendoj unë, nuk i shkon bjondja shumë në rrënjë, sepse nuk ishte tipare shumë të forta. Dhe kur s'ke tipare dhe ai shumë të forta, bjondja ndonjëherë fillon dhe të zbetë, të venit. Dhe mendova me rrënjët pak të mbyllura në ngjyrën e dheut, ngjyrat natyrale, dhe këtej bjonde goxha më të hapur do t'i shkonin shumë më shumë. Por siç e tham, ishte goxha fanatike tek pjesa e ndryshimeve. E nuk donte të bënte shumë ndryshime të mëdha. A marr rifreskim? Rifreskim patjetër, Që mjaftueshëm ndonjëherë është edhe një rifreskim i ngjyrës, një prerje siç keni bërë ju? Po pra, gjëja më e rëndësishme ishte sepse ndonjëherë prandaj ne duhet të zgjedhim, mendoj unë që duhet të zgjedhim atë që ka shumë shije ndoshta ose stilistin e dur, që ka eksperiencën, që ka gjithçka, sepse nuk duhet të marrim shablon, siç po shohim sot. Sot po shohim ndërkohë që ti shkon në një salon dhe i tregon një foto dhe më bëj kështu. Çështja është se ty nuk mund të shkojë ajo gjë. E para nuk mund të shkojë sepse nuk mund të kesh formën e fytyrës të tillë. E dyta nuk mund të shkojë sepse ti nuk ke ato flok. Dhe mendoj e treta që shumë e rëndësishme ka të bëjë me karakterin. Ti nuk ke karakter i tillë që ti mund të transformohesh dhe të bëhesh shumë e moderuar. Dhe do rrim gjithmonë brenda asaj karakterit, kornizës, dhe se çfarë ty të shkon më tepër akoma. Dhe ndaj së gjithashtu mendova që prerja e saj ishte shumë keq, ndërkohë jo vetëm si prerje, por si formë që nuk i shkonte me fytyrën e saj, me imazhin e saj. Ja kishin lënë formën e kokës së gjerë. Ne aty, dhe prandaj them që stilisti ose ai që ka shumë shije që do të kurojë ty, është ideja që duhet merret tamam që të gjej ato pak defekte, që secili nga ne mund të ketë të ndryshme, mund të gjej ato defekte dhe ti rikuperoj dhe ti ndryshoj për mirë ato, dhe jo ti evidentoj. Në zonjën Vera ja kishin evidentuar formën e kokës të madhe, flokët i kishte të dendura dhe ato flokë të dendura, në qoftë se nuk kanë shkallëzim, fillojnë dhe na marrin zgjerim. Dhe në zgjerim fillojnë dhe japin pamjes tonë një formë më të gjerë se sa më të gjatë. Dhe unë atë bëra ndryshimin dhe sa e pash tash që i shkojnë shumë të shkallëzuara, shkallëzim të theksuar, që flokët dhe koka e saj të dalin më elegante dhe më stërholt, më e gjatë. Ja ta shohim të gjithë së bashku këtë material që ka përgatitur Ermelinda bashkë me Oltin për të sjellë këtë ndryshim, këtë rifreskim, si të thuash, duke bërë edhe pak, pra ndryshim drastik nuk ka, por duke bërë pak dhe duke luajtur me ato çfarë një mjeshtër normalisht di se ku të prek, mund të bësh një pamje shumë herë më rinore, më të bukur, më të freskët, më të këndshme. Kështu ka qenë edhe për zonjën Vera, e ndjekim bashkë. Përshëndetje shikues të TV Klanit. Kemi zgjedhur përsëri që të jemi po prapë tek ato ndryshimet tona. Por këtë radhë do jetë ndryshe. Kemi zgjedhur zonjën Vera. Do të ri brenda atyre kornizave të veta, nuk do një bum, një ndryshim shumë të madh. Ne kemi pasur ca idera që i kemi shkëmbyer, por zonja ka vendosur që do të jetë thjesht. Zonja Vera, si ke pasur ngjyrën e flokëve të tua? Gjithkohës ti ke qenë po kështu e njëjtë, nuk e dal nga natyra jote? Jo, nga natyra ime s'kam dal asnjëherë. Kam pas më të errta. Po tani me daljen e time dua dukem pak më re, po pa dal nga korniza ime. E kuptoj. Në fakt unë mendova dhe i sugjerova që flokët të ishin në ngjyrën e dheut, kështu siç ne i kemi, pak a shumë ngjyrën e rrënjve, dhe pjesët e tjera poshtë ishin edhe më bjonde.
se ndoshta në një moshë të tillë që zonja Vera është, mendoj që ta rifreskoja dhe ta ndryshoja më shumë dhe ta sillja në një imazh më të ri përballë jush. Por zonja Vera këtu unë kurtësua pak në fakt dhe nuk donte që ti kishte bjonde flokët, mendon që nuk do të dali nga ajo thjeshtësia e saj. Dhe ne vendosëm që do ta lejmë aty ku ajo mendon në fakt që do t'i mbaj, dhe vendosa që t'i bëj një ndryshim ndoshta tek prerja. Mendoj që ta sjell në një formë tjetër pak më të shkallëzuar në fakt, sepse çfarë na ndodh? Në plan të parë, sapo e parë zonjën Vera që erdhi, mendova që flokët i ka të dendura. Ka një flok të mirë në fakt, që ne i quajmë flok shumë të mirë, që po të punohet, punim ne i quajmë kur ti fillon dhe e kreft, e punon në furç. Ky është flok i mirë që mban deri në 7 ditë, 10 ditë. Nëse gjithmonë ke flok të pamyndyrshëm, mban edhe më gjatë krefla. Dhe të nderon. Për ne parukierët në fakt ky të nderon si flok. Mirë po, ç'a ndodh? Ky flok më tepër merr dëndësi sesa merr gjatësi në shtrirje të gjatë. Dhe forma e fytyrës është e rrumbullakët, forma e kokës po prap na vjen e gjerë nga forma e sasisë së flokëve. Mendova që t'i sjell një shkallëzim në fakt, pak të theksuar, që t'i krijojmë një formë, një efekt vizual në fakt më të hollë në fytyrë, më të prerë. Në dorën tuaj çdo gjë e sigurt. Dhe kjo do ishte një ndryshim në fakt, jo ndryshim shumë i madh, kuptohet. Pasi kemi bërë shërbimin e lyrjes së flokëve, i kemi lyer pjesën sipër të thinjave, pjesën e rrënjve, kemi bërë diçka pak fare në ngjyrë dheu, pak më të mbyllur, kemi ndejur gjithkohës te naturalet. Dhe pjesës së bishtave kemi ecur një ton pak më të hapur, por jo shumë të hapura dhe jo shumë të egzageruara që të na bëjë një kontrast të madh rrënja me bishtat. Jemi pothuajse në një shkrirje tonaliteti. Dhe e pam dhe flokun që fundet ishin pak të vjetëruara, sado që unë t'i bëj prerje, po mendova që thash duhet t'i bëj dhe një trajtim të flokëve. I kemi trajtuar flokët me botoksin, që është organik i gjithë, dhe jep flokëve të tyre një dukshmëri ndryshimi 45%, gati 20%, që më herën e parë. Dhe do ta shohim në fund pasi ne ta punojmë dhe ta krefim flokun, që sa i më ndapsh do jetë bërë. Mendoj që tashmë jemi gati për treguar rezultatin final që ta ndiqni edhe ju nga ekrani. Shumë bukur. Si të duket pamja zonja Vera? Shumë i madh. Nuk kam qef që ta lavdroj veten, po shumë bukur. S'ka gjë, ti mos lavdro veten, ti na lavdron ne ndërkohë. Lumshin duart. Si të duket pamja jote kështu? Një ndryshim. Të pëlqen? Shumë bukur. Mua më pëlqen shumë. U mundova që forma e kokës mos të dukej shumë e rrumbullakët. Kemi munduar ta sjellim zonjën Vera që mos të tregojë moshën e saj. Dhe ja kemi sjell me një formë shkallëzimi dhe një krefje të çrregullt, që do të thotë kemi pjesë të kreura të rregullta të drejta, ama kemi edhe pjesë të kreura si të formuara që duken si të çrregullta. Që forma e kokës mos të dukej shumë e madhe dhe e rrumbullakët. Dhe jam munduar që të sjell shkallëzim të theksuar këtu. Jam munduar t'i pres balluken t'ia shkurtoj, që ndërkohë të presim disa kënde të formës fytyrë dhe të fillojmë t'i zgjasim ato. Jo t'i rrumbullakosim, sepse nëse i mbajmë të rrumbullakta, do të thotë që ne aty kemi gabuar dhe kemi nxjerr zonjën ose klienten ton, po prapë të njëjtë ashtu siç është dhe të pa transformuar për bukur, kuptohet. Ndryshimet duhet jenë her pas here, dhe aq më tepër kur janë të bukura, ato të bëjnë të ndihesh mirë edhe shpirtërisht, sepse nuk është thjesht një ndryshim për pamje, po duhet të ndihemi mirë edhe nga brenda saj. Dhe mendoj të ju ftoj dhe juve zonja që ta shikoni nga ekrani, ose vajza, kë keni për të sjell, për ndryshimet dhe për rubrikën tonë, ju ftojmë që ta sjellni një zonjë
ose një vajzë, çfarë të doni juve dhe ne do t'ja u transformojmë, do t'ja u kthejmë dhe do t'ja u sillim si zonjë Vera në pamje të ndryshme në shtëpinë tuaj. Shumë faleminderit. Shumë e bukur, ne në fakt e ndoqëm të gjithën, besoj edhe ju jeni kënaqur teksa po shihnit këtë ndryshim të bukur rifreskues të zonjës Vera dhe me siguri frymëzoheni, siç ka ndodhur në fakt Olti ka thënë gjithmonë teksa ndjekin programin, madje mund të vinë edhe të frymëzuara për të bërë atë model flokësh që shohin tek zonja tona këtu. Një zonjë dje më erdhi dhe më thotë që kam ndjekur ato zonja tek Katerina, ndryshimet që juve keni bërë dhe e kam parë në YouTube. Dhe erdha për të bërë flokët, për t'i prerë dhe për t'i shkallëzuar dhe na solli me gjithë foton me vete se si do t'i bënte të një nga zonjat më parë që ne kemi bërë një ndryshim. Sigurisht që edhe nëse do të të besonte për çështjen e të kthyerit në bjonde, unë mendoj se do të ishte shumë bukur, jam absolutisht shumë dakord, megjithatë kjo është një ngjyrë ëmbël. Po, është një ngjyrë brenda kornizit, brenda natyrës së vet dhe mendoj që asaj i përshtatet shumë. Ndryshimi i parë që ne i dham dhe që ishte më i bukur ishte që unë i kapa këndin e ballukës, ja shkurtova, sepse çfarë na ndodh në fytyra të rrumbullakta Katerina dhe në forma flokësh të gjerë, të dendur, duke i dhënë një kornizë, një balluke më të shkurtër dhe e ngre, volumi i sipër gjithmonë na tregon një formë koke më të gjatë dhe një formë fytyre më të gjatë. Mendoj që ajo ishte e dura që i ka dhënë një ndryshim dhe duket më elegante në tiparet në fytyrën e vet. Në fakt duket si person të ndryshëm, po ti shohësh kështu. Po sepse jemi munduar që i kemi tërhequr pak syt ndërkohë. Kemi bërë ca truke të vogla, kuptohet. Te forma e syrit, e linja e syrit, i kishte sytë e vegjël dhe unë mundova që t'ia shtrija pjesën e këndit të lyerjes të syve, që t'na duket syri më i madh, mos na fokusohet. E di çfarë është interesante dhe në fakt unë ngacmova nga ajo që them më herët, shohin fotografi në rrjetet sociale, në Pinterest, që është një nga format për të parë modele flokësh, si ti bëj, si ti ndryshoj. Dhe ajo çfarë ndodh zakonisht te këto fotot është që kanë shumë flokë të dëndur, shumë flokë të bukur. Tani si është puna? Duhet të përdorim flokë me shtesë me kapse, a janë të photoshopuar, a janë flokë vërtet shumë të shëndetshëm? Për të treguar një flokë në reklam, patjetër që ti të zgjedhësh një vajzë apo një zonjë që ka një flokë të tmerrsisht të bukur, që ty të japi një dorë të mirë për të punuar dhe që ti të tregosh një punë shumë të bukur tënde. Dhe nuk bëjnë, bota jashtë ka një gjë të mirë shumë që kur ne i shohim, nuk lodhen sa ne shqiptarët, ne lodhemi shumë. Sepse tek ne vi me flokë shumë të djegur dhe thoni dua këtë model, po i duan dhe të gjata, po prapë që ti mbajnë. Dhe ndërkohë kur shohim të reelset e vogla që na dalin në internet, të huajt, ata tregojnë dhe thonë që flokët i ke të djegura deri këtu, dhe ai merr gëshën dhe apret deri këtu. Mirpo ta presësh është gjë më e thjeshtë. Çështja është ta trajtosh është gjë më e vështirë. Mirpo ne na vijnë kështu që vijnë shumë të vështira dhe i duan flokët e gjata. Kurse ata jashtë unë mendoj që nuk lodhen shumë sepse i fusin një të prerë të shkurtër dhe thonë që me këtë, sepse vetëm kështu rigjenerohet floku. Tek ne ndodhe kundërta se tek ne pëlqejnë shumë flokët e gjata dhe i duan gjata. Nuk ka tani një ndryshim edhe për shkak të tendencave se sikur ka dalë prapë në mod ky floku i shkurtër, pak bob. Po, por unë mendoj që shitja e një vajze apo një femre është me idenë që do të jenë flokët e gjata. Të dëshirë ka. Po, pra, është kjo ideja e flokut të gjatë. Ama të tregon floku i gjatë më të re në të vërtetë? Shiko, me njerëz të ndryshëm, me çështje karakteri. Ke vajza që kur i kanë flokët e gjata duken të përgjithshme dhe nuk bëjnë ndonjë bum. Sapo ato i presin ato, do të thotë që ato gjetën linjën e tyre që i shkon më shumë dhe i shkon floku i shkurtër dhe jo i gjatë, sepse ndonjëherë të përgjithson. Ti dukesh e njëjtë e zakonshme si gjithë të tjera që kanë flokët një lloj. Ke pastaj duhet guxosh pra një farë mënyre. Po, ke pastaj dhe zonja që unë mendoj që deri në 50 e ca vjeçe, mendoj ndonjëherë që sepse duhet i ikin këto mitet që i kanë mësuar dikur në vite më përpara që floku i shkurtër të rinon, nuk është e thënë ai që të rinon. Unë mendoj që floku i gjatë ndonjëherë të rifreskon në bazë të bustit të, në bazë të fytyrës, në bazë të pamjes, sepse gjithmonë jemi mësuar me tendencat nga vitet në vazhdim që kanë ikur, jemi mësuar që i kemi parë gjithmonë zonjat edhe të reja me flokë të shkurtra dhe të çonin drejt atij degradimit sikur ti ishe mbi 60-70 vjeçe, kupton, sepse i mbani vetëm të shkurtra. Çështja është me tendencë dhe me formë karakteri, sepse si ti vishesh, sa ti luan me veshjet, me aksesorët, e kupton, dhe tjetra, që mos ta lë pa thënë, ne vuajmë shumë në Shqipëri duke bërë këto ndryshime dhe aq më tepër, që gjithmonë stilistët për të demonstruar flokët modelet e reja, zgjedhin ato flokë
që janë shumë të shëndetshme që i nderon dora. Kurse ne zgjedhim flokët më të vështira, siç zonja i kishte, apo siç çdo zonjë tjetër që ka ardhur ke ne që ka ndryshuar lukun e saj, flok të keq trajtuar, flok shumë pak të holl, jo të mirë mbajtur etj, dhe ne lodhemi aq shumë për t'i treguar dhe për t'i nxjerr atë që ata nxjerrin si një super luksi në pamjen e tyre. Nxjerrin një punë shumë më të thjeshtë dhe shumë më të bukur. Është pyetja siç ma bëri ti mua më përpara që më the që flokët ata zgjedhin gjithmonë flok të shëndetshëm për të treguar punën e tyre. Ne nuk kemi këtë lloj luksi që të zgjedhim flokët më të mira dhe të tregojmë se punët tona sa më të bukura janë. Kjo është, pra, ne mundohemi të sillim më të vështirë, po themi që të transformohet. Të pamirë mbajtur që të sillim ato sa më bukur. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve dhe shpresoj që ta kemi kënaqur audiencën tuaj. Gjithmonë, absolutisht. Do të bëjmë një tjetër shkëputje publicitare, kur të kthehemi do të jemi me Krisanti Kalojerin për parashikimin, por përpara parashikimit është Griselda me ne, shenjës së binjakëve. Flasim pak për binjakët sot. Takohemi pas pak.